Në kuadër të aktiviteteve të javës botërore të muzikës klasike, Orkestra e Harqeve solli për publiku një mbrëmje artistike në lagjen Kala të Elbasanit. Në drejtimin e dirigjentit Fabiola Liaj, koncerti u realizua me pjesëmarrjen e sopranos Ulpiana Aliaj, tenorit Noel Hoxholli dhe violinistit të njohur maestro Zeqir Sulkuqi. Programi muzikor solli një udhëtim artistik përmes veprave të autorëve shqiptar dhe të huaj, duke krijuar një atmosferë të veçantë në një nga zonat më historike të qytetit, në lagjen Kala. Organizatorët theksuan se aktivitetet të tilla ndihmojnë në promovimin e vlerave kulturore të Elbasanit dhe në afrimin e brezave të rinj me muzikën klasike. Një natë që i takon plotësisht muzikës, një natë që i takon plotësisht krijuesve, plotësisht instrumentistëve. Edhe ne jemi në edicionin e 8, orkestra është mbushur tashmë me të rinj, jo vetëm student, plotësisht çfarë shikoni këtu janë plotësisht fëmijë të talentuar, muzikanta të qytetit tonë. Publiku i Elbasanit na priti shumë mirë, koncerti shkoi shumë mirë, gjithë lodhja që ne bëm dhe u munduam për këtë koncert u shpërbye shumë nga Eduard Rrgetjet. Edhe mendoj se kemi festuar siç duhet këtë ditë shumë të rëndësishme për ne, por edhe për gjithë ata që e shijojnë dhe duan muzikën. Koncerti u prit me interes nga publiku duke u shndërruar në një mbrëmje emocionuese artistike në zemër të qytetit historik.